Me të vërtet shembulli i dritës së diellit është si shembulli i shpalljes. Sytë tonë bollit, edhe nëse janë të shëndosh, edhe nëse janë më të mbreftit në botë, nuk do të kemi mundësi me pa me ta, përveç nëse kemi dritë. Ashtu është edhe mendja, ashtu është edhe logjika. Nëse nuk ka dritë shpalljes qiellore, ajo nuk sheh. Prandaj nganjëherë me të vërtet, edhe pse i shohim disa njerëz janë shumë të inteligjent, mirë po, kur vjen te çështjet abstrakte janë njerëzit më të verbër. Flasin gjërat më të çuditshme të mundshme. Kjo për arsye që nuk kanë dritë që të shohin. Edhe ne, nëse futemi me një zonë të errët, në të cilën nuk ka fare dritë, ne do të gabojmë. Prandaj duhet ndriçuar zemrat tona në shpalljen qiellore, se përndryshe do të jemi në errësirë dhe nuk do të na kry punë as pak inteligjenca.